Sot është 14 prilli. Për shumë juve është vetëm një ditë në kalendar. Po për mua është një ditë që ma ndryshoi jetën, ma prishi femirin. Unë e kam këtu një fjalim përgatit, po në du me folë për shpirti. Se unë e di që ka dhe thot të ballafaqohesh me padrejtësi prej ndërkombëtarëve edhe prej shtetit tonë. Unë isha vetëm 17 vjeçare kur e raportova rastin edhe kërkova drejtësi. Edhe kur nuk ndala, deri në 2013, kur mua ma mohun drejtësinë ndërkombëtarët edhe shteti jonë. Po kur unë vendosa me fol publikisht në 2018 për atë që më ka ndodhur, filluan ndryshimet. Edhe çka do të thotë që një ndryshim i vogël për dikë, çfarë ndryshimi të bën të madh për të tjerët. Pra si kam dalur në me fol 2018, kemi 4 raste që janë dënuar, që përpara kjo nuk ka ekzistu as për shtetit tonë, as për ndërkombëtarëve. Kështu që ne jam krenare për ndryshimet që po ndodhin. Jam shumë krenare për ndryshimet që po ndodhin në shtetin tonë. Po në ju bëj thirrje, ju që jeni për drejtësi, të merren këto raste me seriozitet. Mos t'ju mohohet edhe tjerëve drejtësia, si më është mohuar mua. Se për mu, nuk ka domethënie kur gjofi, as njoja shtetit që janë viktima, as kur gjëhesh pa drejtësi. Shpirti jam ku me pas kur drejtësia shkon vend, jo vetëm për rastin tem, po për 20.000 viktima tjera. Sot jemi mbledh këtu me 14 prill, ditë memoriale për të mbjetuarit e dhunës seksual të luftës. Sot i nderojmë gjithë ato gra, vajza, burra e djem që përjetuan këtë krim gjatë rrethonave të luftës. I nderojmë edhe ata që nuk janë mesin tonë, pasi kemi shumë gra, vajza dhe burra të cilët kanë qenë pjesë e organizatës, po sot nuk janë me ne. Kujtojmë guximin e Vasfis, një vajzë e re në atë kohë, e cila padrejtësisht e përjetoi këtë krim. Kujtojmë thirrjen e saj nga vendi i krimit vite më parë që kjo ditë të jetë ditë memoriale e të mbjetuarve të dhunës seksuale të luftës. Sot po adresojmë një dimension shumë të ndjeshëm dhe të vonuar për drejtësinë kosovare, të drejtën për kompenzim gjatë proceseve gjyqësore. Kjo pjesë e historisë sonë është dokumentuar, është rrëfyer, është vullosur në kujtesën e të mbjetuarve dhe në ndërgjegjen e secilit institucion që ka zgjedhur të marrë seriozisht përgjegjësinë për drejtësi. Pyetja që qëndron sot para nesh nuk është nëse ky krim ka ndodhur. Pyetja është pse? Edhe pasi është njohur, edhe pasi është dokumentuar, edhe pasi është emërtuar si një nga format më të rënda të krimeve të luftës. Drejtësia fatkeqësisht mbetet ende e paarritur për shumë prej atyre që kanë përjetuar. Sfida që kemi përballë qëndron te hendeku që vazhdon të ekzistojë ndërmjet njohjes së krimit dhe ndëshkimit të autorit, ndërmjet pranimit moral të së vërtetës dhe përkthimit të saj në drejtësi konkrete. Pikërisht këtu qëndron pesha e punës së institucioneve tona të drejtësisë. Më lejoni që të gjithëve t'ju them që njohja e së vërtetës së luftës në Kosovë nganjëherë ende mbetet sfidë në shoqërinë tonë. Ka shumë të vërteta të mëdha, po disa të vërteta të vogla po i harrojmë. Po harrojmë faktin që dhuna seksuale si armë lufte kundër grave, vajzave, fëmijëve dhe burrave tanë ka qenë një instrument i cili ka synuar të thyej shpirtin e kombit tonë, shpirtin e popullit tonë. Kushdo, cila do grua, vajzë, fëmijë apo burr ka mundur t'jetë viktim e dhunës seksuale në vitet 1998-1999. Ka qenë thjesht rastësi kujt i ka qelluar të jetë në vendin jo të duhur në atë moment.